Alianca Kombëtare për Integrim fushatën e ka filluar me rinin edhe sonte në këtë takim këtë përmbyllie fushatës bashkërisht me rinin edhe e përmbyllim. Duke parë këtë entuziazëm të madh që ka rinia komunën e Vrapçishtit, që do të rezultojë me fitoren e madhe më 19 tetor. Prandaj unë shfrytëzoj rastin nga këtu që të apeloj tek çdo qytetar 19 tetor bashkërisht me familjen e tyre që ketë një pjesëmarrje sa më masovike në ditën e votimit dhe që bëjmë me dije qeverisë aktuale që banorët e komunës Vrapçishtit do të vendosin vetë se kush do të udhëheq me komunën për 4 vitet e ardhshme. Po sonte bashkë me rinin, aktivin ton politik, që jemi për një rast manifestiv, të themi një rast gëzimi, që për gjithë këtë punë një mujore të themi, bashkë me rinin që kemi bërë maksimumi, entuziazmi i rinis që ka qenë një rini e palodhur, një rini që vërtet gëzohemi që ne e kemi, dhe unë përcjell një mesazh se e ardhmja jonë janë këto, do shumë e vërtet që kjo rini do të jetë e ardhmja jonë. Apeli në është që më 19 tetor të kemi dalje sa masovike, qytetarët janë ata të cilët do të përcaktojnë se kush do të udhëheqë në 4 vitet e ardhshme, dhe dita e qytetarëve, mundësia e çdo qytetari është e 19 tetor.